Përshëndetje. Le të zbulojmë se çfarë ka rezervuar fati për ju nesër, e shtunë 13 qershor 2026. Dashi, do ndiheni mjaft mirë pranë partnerit dhe do shkëmbeni ide. Beqarët nuk do e ndryshojnë dot statusin. Financat janë të dobta nga shpenzimet e pamenduara. Merrni masa sa më shpejt. Demi, Venusi ju mbështet dhe marrëdhënia do jetë ngrohtë. Beqarët do kenë surpriza të mëdha. Në planin financiar, tregoni maturi që të mos keni të lashe të papritura. Binjakët, një ditë e zakonshme, pa asgjë të re në dashuri. Beqarët do bëjnë çmenduri me personat që i joshin. Të ardhurat lënë për të dëshiruar. Tregoni pak dinak për të shmangur problemet. Gaforia, do jeni në formë të shkëlqyer dhe do i bëni surpriza njëri tjetrit. Çdo çast do jetë i bukur. Beqarët të ndjekin zemrën. Financat do jenë të mira dhe do kryeni plot investime. Luani, marrëdhënia në çift përmirësohet. Do sqaroni hatërmbetjet dhe do ndiheni më të qetë. Beqarët do kenë takime të rëndësishme. Të ardhurat përmirësohen fal strategjisë suaj. Virgjëresha, jeta në çift mbrohet nga yjet nesër. Do kaloni qaste shumë të këndshme. Beqarët të mos vrapojnë pas dikujt pa i njohur. Financat i keni shumë mirë. Peshorja, rutina do ju bëj pak melankolik sot. Beqarët mund të zgënjehen nga dikush. Buxheti nuk do ketë tronditje. Dini sa të shpenzoni dhe sa të hiqni mënjan. Akrepi, mos kërkoni gjëra të pamundura nga partnerit. Ai ju dashuron në mënyrën e tij. Beqarët do ndihen të lumtur me njohje të reja. Financat po rregullohen plotësisht. Shigjetari, do i qëndroni besnik partnerit dhe nuk do të ndoheni nga joshjet e të tjerëve. Beqarët do guxojnë më shumë. Financat do psohen pak nga shpenzimet e nevojshme. Bricjapi, kujdes me xhelozin. Lërini partnerin të lirë që të mos e humbni atë. Venusi mblon financat tuaja. Do kryeni shpenzimet e domosdoshme pa frikë. Ujori, nuk do i shprehni sa duhet ndjenjat sot. Beqarët do vazhdojnë të mbeten vetëm. Kaloni kohë me miqt. Në planin financiar nuk priten probleme të mëdha. Peshqit, kujdes nga gabimet që mund të lëndojnë partnerin. Mendohuni para se të veproni. Beqarët të jenë më të përqendruar. Gjendja financiare do jetë e qëndrueshme. Ky ishte horoskopi për nesër. Ju urojmë një fundjavë të bukur dhe fat në çdo hap. Shijojeni!